Martesa pa dashni, se dia ka një emër, si quhet nuk e di, kur nuk dashuron me zemër. Shumë e këshyrin këshu interesin e YouTube-it, e kanalit për shembull, edhe kanë qef mi pas konkret kanal tëne. Unë për shembull nuk e kam si të më pëlqen një kong, për mu s'ka rëndësi në kanal të kujt është, tjerë të këshyrin shumë këtë sen, besoj që ju këmë dhonë shumë, besoj që kur i ftej vinë dhe të one, po në album nuk e këmë po të arsyeshme, se mu kam lidhë kongët dhe nuk janë kongë për duhete, besoj që në tarmën mi ftu në kanal të one. Kush është një artist që kështë pas qef me pas bashkëpunim? Po këto që i komën e do me thonë janë ketë bashkëpunime që i këmë bo me shumë qef, me Shkurtën, Shkurtë e Gashin, e kemi kongën që ka rezultu shumë e sukseshme. Do me thonë ekstrem shumë, se është problem zhanri jonë me pas atë shumë klikime, suksese, po ka shku shumë mirë, me Të Utën po ashtu shumë mirë, me Goldin gjithmonë këmë pas bashkëpunime, edhe këtë pjesën e potporijave që është tash do me thonë trend, me kretë këmë bashkëpunime shumë mira, me shumicën më shkën mirë. Po duke i përjashtu bashkëpunime, cila është kënga që mendojnë që për ty është me suksesshme, edhe kënga që nështë atë ty da gajmë një qëtime shumë madhe? Martesa pa dashni. Se u konë, do me thonë konga e parë, atëherë kanë qenë fillime tona dhe krejt projektet jënë dëgju mirë, po ajo ka pas shumë. Është këngë që ndëgjohet ende sot, edhe është njëra ndër të preferumet për me vujtë. A fëna i këndëm pak live ajo? Po mëre, me shumë qef. Veç refrenin. Martesa pa dashni, se dia ka një emër, si quhet nuk e di, kur nuk dashuron me zemër. Martesa pa dashni, është fati ti zi, është fati ti zi. Po të shka të frimzoj me bo këtë kongë? A dhe sa zemra di këtë ty? Këtë kongë e ka bo Kreshniku, Kreshnik Avdiu, kantautori shoku e jonë, du të me pyta ata që e ka shti me bo. Për ndrysh është një super kongë, edhe sa e këndon, më doke që kudo që të një njerëzit të e këndu, gjithmonë e publikojnë edhe bëhet shumë shpesh viral në TikTok, sidomos. Po lidh dhe marët që fola, kjo kongë është që tash e 8 vite, dhe me thonë dëgjohet hala. Besej që tema edhe klipin që kemi pasën, besej që e ka bo edhe ma me vlerë, se kongë, do me thonë që kanë temë, që e kanë një temë, besej edhe sociale pak, se martesa imponume, martesa pa dashni, besoj nuk është e mirë. Sidomos në kohën e sotit ku besoj që si cili njeri e ka lirin me zgjedh vetë ato që dënë, edhe besoj që kjo ka qenë arsyeja kryesore pëse kjo këngë ka pas sukses. Se kemi na shumë balada që kanë tekstet mira, po kjo e ka edhe një temë. Edhe besoj që ajo tema e ka bo shumë sukses. Ka qenë një ndër arsyet. Para menon me ta lyp dikush më darë, se me kënu. Ma kanë lyp. Shumë herë ma lypin, po se kënaj. E ka lyp nusja dhe ndër? Jo, e lypin këshu musafirët. Okej.